الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ما من الله تمشروست مشرborsit. Përshëndetje t'i dërgojmë mbi më të zgjedhurin e njerëzimit profetin ton sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur shkoi në Medinë, i gjeti medinasit që kishin festat e tyre. E pyet Enesin, shokun e tij, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Për këto festa, thot, oj dërgumi i Zotit, na kanë mbetur qysh në kohën e ignorancës. Profeti sallallahu alaihi wasallam mi thot, ju a ka zëvendësuar ato Allahu me dy festa më të mira, me Fitr Bajramin dhe Kurban Bajramin. Vëllezër dhe motra, sot ne jemi në festën e Kurban Bajramit, festa më e madhe që ne si musliman kemi. E në këtë fest ne kryejmë një rit, një adhurim që i dedikohet vetëm Allahut lartësuar. E kjo fest na lidh fort me njërin prej profetëve më të zgjedhur të Zotit gjithësisë, me babain e profetëve, siç njihet ndryshe, me Ibrahimin alayhi salam. Ibrahimi alayhi salam është njëri prej profetëve më të zgjedhur të Zotit gjithësisë. Është shembull për besimtarët, është shembull për thirrësit në fenë e vërtet. Ibrahimi alayhi salam ka dhënë shembull për ne, për çdo grad shoqërisë, për të rinjt, për të moshuarit, për thirrësit. Kur ishte i ri Ibrahimi alayhi salam, nisit meditonte për krijuesin e gjithësisë, për Allahun e lartësuar, dhe doshte që t'ia faktonte popullit të tij, të cilët ishin idhujtar, se Zoti i gjithësisë ekziston, se Zoti i gjithësisë është një i vetëm, e nisit meditonte në krijesat e Allahut lartësuar, të cilat janë argument i qartë për ekzistencën e krijuesit absolut. E filloi me yjet, më pas me hënën, më pas me diellin, por të gjitha perëndonin edhe pse kishin ndriçim, kishin përfitime prej tyre, përsëri perëndonin. E atëherë Ibrahimi alayhi salam i tha popullit të tij, inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Unë tha, jam drejtuar atij, e kam drejtuar fytyrën time drejt atij i cili e ka krijuar pra qiejt edhe tokën. Ibrahimi alayhi salam i kuptoi mirësitë që na kishte dhënë Zoti i gjithësisë, që na ka dhënë Allahu i lartësuar. Rrezet e diellit janë mirësi për ne, familja është mirësi për ne, shëndetja është mirësi për ne. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. E nëse nisni të numëroni mirësitë e Allahut ndaj jush, nuk do të arrini të numëroni ato. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dhe në vetet tuaja nuk meditoni. Zoti i gjithësisë na ka dhënë mirësi të shumta. E mirësia më e madhe është mirësia e besimit, e islamit, që elhamdulillah Zoti i gjithësisë na ka bërë musliman. Mirësia e madhe është dërgimi i vulës së profetëve Muhammedit alayhi salam, i cili na orientoi për çdo punë të mirë, e na orientoi për rrugën me të cilën fitohet xheneti i Allahut lartësuar. Vëllezër dhe motra, Ibrahimi alayhi salam me këto mirësi të cilat na i ka dhënë Zoti i gjithësisë, deshi t'i orientonte popullin e tij drejt qëllimit për të cilin na ka kriju i madhi Zot, ku thot Allahu i lartësuar në Kur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gjindët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. E këto mirësi që na ka dhënë Zoti i gjithësisë kanë nevojë për falënderim. E falënderimi bëhet
duke ju bind Zotit të gjithësisë. E nëse ne tregohemi falenderus, Allahu i lartësuar i shton mirësitë e tij ndaj nesh. Vëllezër dhe motra, Ibrahimi alayhis salam, një thirrës i madh në Islam, emigroi prej vendit të tij në vende të ndryshme të botës, derisa Zoti i gjithësisë e urdhëron Ibrahimin alayhis salam që ta merrte një pjesë të familjes së tij nga Shami ta çonte në Mekën e sotme, e cila aso kohë ishte një lugin në shkret, ku në të nuk kishte bimësie as gjallësa, e aty e vendosi Ibrahimi alayhis salam Haxherën bashkëshorten e tij, bashkë me Ismailin djalin e tij. E vazhdon rrjedha e historisë. Zoti i gjithësisë bori që aty të dilte uji i Zemzemit, e aty më pas të vinin fise, e të vendoseshin pranë Haxherës dhe Ismailit, e të rritej Ismaili alayhis salam, derisa arritin atë momentin ku prindi është më shumë i lidhur me fëmijën e tij, e aty vjen një provim për të vërtetuar besimin e fortë që kishte Ibrahimi alayhis salam tek Zoti i gjithësisë. E urdhëron Allahu i lartësuar që djalin e tij Ismailin ta bonte kurban. Vjen Ibrahimi alayhis salam, i thot djalit të tij, unë shikoj në ëndër dhe ëndrat e profetëve janë të vërteta. Thot shikoj në ëndër sikur të bëj kurban. Çfarë mendimi ke? Mësues i tej, mësues për të marrë shembull. Çdo prind duhet ta marrë shembull Ibrahimin alayhis salam. Por shikoje përgjigjen e djalit të tij. Jo, thot po pse, po si. Por tha, ja ebeti fa'al ma tu'mar. O baba im, bëj atë gjë që urdhërohesh. E kur bëhet gati ta bëj kurban djalin e tij, Zoti i gjithësisë nuk ka nevojë për mishin apo gjakun, por ka nevojë për devotshmërinë, ta vërtetojmë sa sakrifikojmë për Zotin e gjithësisë. E aty Allahu i lartësuar i sjell si dhuratë një kurban të madh. Kurban i madh për të zëvendësuar një njeri të madh, i cili e kaloi me sukses provimin. Kurban i madh, sepse kurbani bëhet vetëm për Allahun e lartësuar, e vazhdon të ndiqet si traditë, brez pas brezi, si një adhurim i madh për Zotin e gjithësisë. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun e lartësuar. Një jetë tjetër thot: "Fasalli li rabbika wanhar." Falu për Zotin tënd dhe për të bëj kurban. Me këtë adhurim ne synojmë të afrohemi tek Zoti i gjithësisë. Vazhdoi kjo traditë të ndiqej brez pas brezi. E ndoshi profeti sallallahu alaihi wasallam dhe e kthej atë në atë orgjinën e pastër, që mos bëhet kurbani për dikë tjetër përveç Zotit, mos bëhet për idhujt, por të bëhet vetëm për Allahun e lartësuar. E vazhdon kjo traditë edhe sot e kësaj dite, e do të vazhdojnë derisa të ketë musliman mbi sipërfaqen e dheut. Vllai i nderuar, motër e nderuar, Ibrahimi alayhis salam, Ismaili alayhis salam e kaluan me sukses këtë provim. E Zoti i gjithësisë i shpërbleu në dynjë, pa harruar shpërblimin e madh që e pret atë njeri i cili bindet Zotit gjithësisë në botën tjetër. Vlla dhe motër, ky ishte provim për Ibrahimin alayhis salam, profeti i zgjedhur, dhe provimet janë të forta, ndërsa për ne provimet janë të lehta e janë në dobinë tonë. Allahu i lartësuar na urdhëron me fal namazin, e ne nëse e falim namazin, na premtohet xheneti. Zoti i gjithësisë na urdhëron na usjell mirë me prindrit, e nëse ne sillemi mirë me prindrit, xheneti është në këmbët e nanës, siç kuptohet prej haditheve të profetit alayhis salam. Islami na urdhëron me rrit lidhjet farefisnore, e nëse ne i ruajmë lidhjet farefisnore, bëhet shkak që të na shtohet bereqeti. Islami na urdhëron me usjell mirë me komshi, e kjo është dobinë tonë. Islami na urdhëron me ia dhënë pagën punëtorit pa ju thënë djersa, e kjo përsëri kthehet dobinë tonë. Pra të gjitha janë mirësi për ne në këtë botë, e nëse ne besojmë, realizojmë besimin, bëjmë vepra të mira, na premtohet një jetë e lumtur në këtë botë dhe lumturia e përjetshme në botën tjetër.
vlla dhe motër, Ibrahimi alayhis salam e kaloi me sukses provimin, e mori shpërblimin këtë dynja dhe shpërblimin e madh në botën tjetër, sepse ka botë tjetër, ka xhennet, ka xhehenem. Zoti i gjithësisë thot Kur'an, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, i grup në xhennet e i grup tjetër në zjarr. Në këtë botë jemi në provim. A do të jemi besimtar? A do t'i bindemi Allahut? A do t'i zbatojmë urdhrat e Zotit? Apo do t'jemi mohues? Sepse Zoti i gjithësisë do të na ringjall, do të dalim para Tij. Argumentet janë qarta në Kur'an. Zoti i gjithësisë sjell argumentet shumta, rreshjet e shiut që bien mbi një tokë të vdekur, prej saj dalin bimë të gjalla, janë argument se ne do të ringjallemi. Zoti i gjithësisë ka kriju krijesa më të mëdha se ne. Qej tokën, është e lehtë për Allahun të thotë diçka e bohu dhe bohet. Vllai i nderuar, feja e Zotit është e lehtë. Kush thot me bindje të plot la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, s'ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij, fiton xhennetin e Zotit gjithësisë. Nëse e thot këtë fjalë me bindje të plot, se ka xhennet, se ka botë tjetër, se ka xhennet, se ka xhehenem. Ky njeri hyn në xhennet, ashtu na tregon profeti alayhis salam në hadithe. Vllai i nderuar, motër e nderuar, lum për atë njeri i cili i zbaton urdhrat e Zotit gjithësisë, lum për atë njeri i cili praktikon urdhrat e Allahut lartësuar në Kur'an, lum për atë njeri i cili zbaton hadithet e profetit alayhis salatu wassalam në ditën e gjykimit. Thret Zoti i gjithësisë, ja ibadi, o robrit e mi, nuk ka frikë dhe pikëllim për ju sot, alladhina amanu, ata të cilët besuan dhe ishin musliman, udkhulul janna, hynin xhennet, të gëzuar ju bashkë me bashkëshortet tuaja. Allahu na bof për xhennetin. Amin.